Përshëndetje, mirë se vini në një video tjetër ku unë gatuaj për lupsin tim e shtatzan. Dhe nuk mund të mungonte dhe sot që është finalja e Big Brotherit. Sot kemi vendosur të bëjmë burger në kusht të shtëpie. Si fillim duhet të pastrojmë patatet, e t'i laj mirë e mirë, unë njëri laj, pastaj i pres në copa të holla. Sot patatet do t'i bëjmë në furr dhe jo të skuqura. Kështu që marrim çik letër kuzhine, e zhubrosim çik se nuk ri ndrysh ajo dhe hedhim patatet brenda. E marinoj me krip dhe me piper. Patatet në furr janë të shëndetshme, ndoshta nuk janë aq të mira sa të skuqurat, por janë shumë të shëndetshme. Dhe siç e komentoni dhe ju nëpër komente, si burri i shtëpisë që është Kesi, duhet të më hapi dhe kavanozat. Jam shumë krenar që kam një grua kaq të fortë që të më hapi kavanozat. Tani jemi gati të përgatisim salcën. Pasi kemi prerë picklesat në copa të vogla, hedhim majonez, mustardh, pak ketchup, edhe hedhim picklesat brenda. I trazojmë mirë e mirë, i hedhim dhe pak krip, dhe bëjmë të njëjtën gjë, po në vend të majonezës Kesi hodhi kos. Kemi prerë lakrën, presim dhe domatet në rrota të holla, edhe jemi gati të përgatisim mishin. Marinojmë mishin me krip edhe piper, edhe mbulojmë pak me zelofan dhe lëm 10 minuta. Pasi kanë kaluar 10 minuta, i ndajmë në 4 copë se 4 burger do bëjmë dhe i shtypim kështu në këtë mënyrë. Vini letër kuzhine lart e poshtë që mos të ngjisin te këtoja. Ndezim diganin, e nxej mirë diganin, i hedhim pak vaj, ja siç e shihni edhe patatet mbaruan, ishin bërë shumë të mira. Mishi nuk është nevojë ta lini shumë, e ktheni njëra ana tjetër dhe është gati që të jetë juicy. Mishin dhe djathin bashkë me bukën e fusim në furrë që të shkrijë ai djathi brenda te mishi. Unë vura dhe 2 vezë se nuk e di më pëlqejnë shumë vezë të skuqura dhe jemi gati ta përgatisim. Vëm salcën, lakrën, domaten, edhe i mbyllim, janë gati. Kurse unë i hodha dhe vezë mbi te, bëhet super se më pëlqen ajo lengu që lëshon veza, domethënë nuk e skuq dhe mirë edhe bëhet shumë juicy. Për ju që pyesni veten pse video është për segjeri, është sepse video e plot është në YouTube, kush do mund të vetë ta shikojë atje. Lajm dhe hena se na arre gruaja, edhe kjo ishte. Shikim të mbar dhe ftoft më i miri. Se mund t'i bënim dhe më mirë. Edhe tjetër do t'i bëjmë më mirë, shife. Ani ta provojmë në të njëjtën kohë, të numërojmë prit. Vaj në dorë ta provojmë bashkë. Dhe ti si mbajt burgeri? Si kështu. Si kështu? Unë vaj kështu për vete. Okej, 1, 2, 3. Ky është rezultati. Ishin super nice. Po të ishte me cheddar do ishte aq më mirë, e çik bacon, erës tjetër. Erës tjetër t'i bëjmë më të mira. T'i bëjmë çik avokado, çik guacamole, kështu më pëlqen me guacamole. Faleminderit që na ndoqët.